Vjen monitorimi intensiv me dron, radar dhe makina inteligjente nga policia rrugore e Shkodrës në të gjitha akset e qarkut për të parandaluar ngjarjet rrugore pasoja si dhe për të menaxhuar trafikun për shkak të fluksit të shtuar të automjeteve gjatë sezonit veror. Ndër fokuset e punës së policisë rrugore të Shkodrës janë evidentimet dhe shkrimit drejtues të mjeteve që drejtojnë automjetin në efektin e alkoolit ose në gjendje dheur. Pa le drejtimi kryen parkalimet gabuara si dhe mjeteve që qarkullojnë me xhamat e riveshur, shkelje që përbën të shkaqet kryesore të aksidenteve rrugore. Si rezultati i monitorimit gjatë periudhës 30 korrik deri më 6 gusht është arrestuar një drejtues mjeti dhe janë proceduar penalisht një tjetër për vetë penale, drejtimi mjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelja e rregullt të qarkullimit rrugor, si edhe është pezulluar një lejë drejtimi. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe janë vendosur gjithsej 1223 masa administrative për shkelje ndryshme të kodit rrugor, konkretisht 72 masa për parkalimet gabuara, 471 masa për qarkullim me shpejtësi të normat lejuara, 329 masa për ndalim ose qëndrim të gabuar, 57 masa për mos vendosjen e kaskës mbrojtëse, 20 masa për drejtimin në efektin e alkoolit, 266 masa për shkelje të tjera të kodit rrugor. Kontroll nga policia rrugore e Shkodrës do të vijnë të gjitha akset rrugore urbane, interurbane dhe rurale, duke përdorur të gjitha mjetet bashkëkohore, logjistike me qëllim për mbushjen e parametrave të sigurisë rrugore. Policia rrugore e Shkodrës apelon për gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor dhe të kontribuojnë në parandalimin e aksidenteve rrugore dhe rritjen e sigurisë rrugore.